të holla këto që i ka përfituar nga shitja e pikturave. Në një moshë kur shumica e fëmijëve sapo po mësojnë për botën që i rrethon, Tara Alia ka treguar se fuqia për të ndryshuar jetën e të tjerëve nuk njeh moshë. Me pasionin e saj për artin dhe me një zemër të madhe plot dashuri, Tara ka hapur një ekspozitë të veçantë, ku ka shfaqur veprat e saj të punuara me përkushtim me ëndra fëmijërore. Por ajo që e bën historinë e Tarës vërtet të jashtëzakonshme është qëllimi i kësaj ekspozite. Çdo pikturë, çdo vepër e saj ishin një ftesë për të ndihmuar fëmijët që po përballen me sfida të mëdha në repartin e onkologjisë në Prishtinë. Me një energji të rrallë dhe me mbështetjen e zemërgjerë të komunitetit, Tara arriti të mbledh plot 1.900 euro, të cilat i shfrytëzoi për t'i blerë dhurata fëmijëve që po kalojnë për trajtime të rënda mjekësore. E kam bo ekspozitën time të parë në fillim të muajit maj, edhe aty kom arrit këtë pikturat me shit, edhe tani ku ndesh një ajo fëmijëve që janë të prekur nga kanceri, se ka qenë ëndra e jemja për shumë kohë, edhe tash ëndra ime është realitet. Kom pas dëshirë ajo fëmijëve të prekur nga kanceri, se është një sëmundje e rëndë, edhe e di që fëmijët ka nevojë edhe për të qenë më të lumtur. Familja ime dhe miqtë mi kanë qenë shumë të lumtur që kam i ndihmu fëmijëve të prekur nga kanceri. Unë i kam pas 14 piktura, të gjitha më kanë shitur, ishte shumë e mirë, mbajta ekspozitën time të parë në festivalin Hasria Han, edhe në shkollën fillore Abdul Frashëri. Për fillimin e kom pas këtë ide që mi bledh dhurata fëmijëve të prekur nga kanceri. Unë i kom bledh domethënë disa libra, bloqe, ku edhe ngjyra për mi ngjyros edhe një lodër të vogël. Unë jam shumë e lumtur tash që ëndra ime është realizu, është bërë realitet. Tash vetëm përpres fëmijët me qenë të lumtur. Më vjen keq mua kur i shoh fëmijët e prekur nga kanceri, por kam qejf edhe t'i bëj të lumtur me dhurata. Ajo nuk është vetëm një artiste e re, por një shembull i pastër i dëmshurisë dhe dashurisë që ka për të tjerët. Stafi mjekësor i repartit të onkologjisë shprehen të lumtur dhe krenar me gjestin e Tarës. I falenderojmë Tara Alion, së bashku me prente dhe nanën që pesha që është ti për e dhanën masë ndihmës me zemër humanitare nanë e bi dhe që ka mbledh Tara një shumë nga 1.900 euro i ka bërë në përzarfe dhe i shpërndajtëm së bashku në për repart gjithë fëmijëve cilët kanë shumë nevojë për analiza, për naj ushqim veç mas, për naj dëshirë me plotësu, kështu që jena shumë mirë njose për Tarën e po shpresojmë që hapat e saj do të ndjekin gjithë fëmijët tjerë që çfarë do mundësie që kanë edhe me ditë që primare është shëndeti edhe kur e ki shëndetin mund është me bo për dikon tjetër që nuk janë mirë dhe janë në këtë spital ta në kohën të marrë terapi. Me të vërtet është emocionale, sidomos për një vajzës kaq të vogël, iniciativa e sajna për neve është kënaqësi. Unë si organizat Cure to Children prej vitit 2008 që jam themi në këtë repart si këshilltare e prindve, kjo iniciativë po më befason. Kena pas iniciativa të lloje të ndryshme, po njerëz të më të rritur, po kështu si fëmia është hera e parë dhe po vazhdoj që do ta ndjekin hapat e sajna. Me të vërtet është falënderuese kjo e pas shëndetin edhe urojmë gjithë fëmijëve tjerë shëndet këtij repartit. Shërim të shpejt. Nëse keni mundësi për të dhuruar para për fëmijët që kanë nevojë për ndihmën tonë, dhuroni.